Jeta e Muhamedit a.s. I ka dy ndarje të mëdha, siç e dini. E ka 40 vjetëshin e parë si Muhammed dhe e ka 23 vjetëshin e dytë si profet, si i dërguar i Zotit, të dyja bashkë 63 vjet. 40 i parë është përgatitje morale e njerëzore e tij, ndërkaq 23 viteshi i dytë është shfaqje dhe pranim i shpalljes së Zotit Madhreshëm. Ajo që mund të konsiderohet një farë lloj mangësie në përshkrimin e biografisë së tij është se 40 vitet e para të jetës së tij zakonisht përmenden shumë shkurtazi me disa faqe, duke shënuar lindjen e tij, pjesa e qenit jetim, puna si bari, si tregtar, martesa me Haticen edhe domethënë futemi në pjesën e 23 viteve të fundit, ku normal si pejgamber përshkruhet në hollësi. Por megjithatë, ne duhet patjetër ta studiojmë edhe 40 vjeçin. Sepse nëse studiojmë vetëm periudhën pas shpalljes, ne e njohim atë si profet, por nuk e njohim atë si njeri. Është jashtëzakonisht e rëndësishme me njoft si njeri. Çfarë përmbanin 40 vitet e para të pejgamberit a.s. Në ato vite, pra s'kishte shpallje, por kishte ndërtim të karakterit. E vetmja cilësi që e përshkruante jetën e tij ishte moraliteti, një ahlak, jo i zakonshëm, i rrallë, i jashtëzakonshëm, unik. Gjithë njerëzit, prej se u bë me ditë, e njohen si El Emin, njeriu më i besueshëm në shoqërinë e tij. Nëse e kthejmë në përqindje, 2/3 e jetës së tij ishin shkollë morali dhe 1/3 është shkollë e shpalljes, ose është fe. Nëse guxojna me thonë kështu, 70% e jetës së tij është ndërtim moral, 30% e jetës së tij është konfirmim fetar i këtyre bazamenteve morale. Prandaj mund të themi që shpallja, feja, nuk zbriti mbi një boshllëk. Shpallja nuk zbriti mbi çfarëdo njeriu. Shpallja do të zbret mbi bazamentin moral të ndërtuar me dekadat e pejgamberit a.s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo përcjell mesazhin thelbësor të jetës së pejgamberit a.s. Nuk ka fetari të vlefshme pa moral. Nuk ka fetari të vlefshme pa moral. Fetaria që nuk ndërtohet mbi vlerat e moralit, nuk ka vlerë shpirtërore as shoqërore. Muhamedi a.s. është prova që shpallja hyjnore vjen mbi karakterin më të lartë njerëzor. Prandaj, ai kur flet për moralin, ai flet kësaj. Njeriu më i afërt me mua në ditën e gjykimit është ai që është më i moralshëm nga ju. Morali mbetet baza, mbetet themeli i fesë. Dhe nëse kemi fetari pa këtë bazë, atëherë fetaria mund gjithmonë të degenerohet. Prandaj ne çdo ditë shohim njerëz fetar, të cilët nuk kanë bazë, nuk kanë formim karakter, dhe feja nuk u rrin mirë. Feja rrin mirë vetëm aty ku ka bazë morale. Prandaj pejgamberi a.s. pa të thënë, të zgjedhrit të juaj, të moralshmit të juaj para Islamit, janë të moralshmit dhe janë të zgjedhrit të juaj në Islam, nëse arrin me kuptu fen. Prandaj këtu i kemi, le të themi, dy intervenime. E kemi dorën e Zotit që e formoi Muhamedit 40 vjet, në kuptimin moral, dhe kemi po atë Zot i cili e zbret fen për t'i konfirmu, për t'i mbështet dhe për t'i, për t'ju dhënë përjetësi këtyre moraleve të pejgamberit a.s.